jemi mundu jo vetëm me ndërtu në atë aspekt, po jemi... Derisa po flasim, do t'i qesim edhe videot nga faqet e juja të Instagramit, kështu me pas se si duket veni, se qyshe ka ndreq, mund është me spjegu. Do me thonë, jo vetëm që kemi ndërtu, se nuk e kemi pas atë ide me ndërtu diçka edhe mu dokë si ndërtes. Po na kemi shti aty shumë pasion, shumë dashuri, e kemi bo një vend ku njerëz munden me ardhë, me kalu një kohë që nuk e harrojnë asnjëherë, me pas qetësi, thjesht me ndi veten si kur në shtëpi. Ajt pastër, ushqime tradicionale shqiptare. Ushqime që i pregadisim ne. Ju vet i bëni ushqime? Po, do me thonë, ajo, si me thonë, specialiteti i shtëpisë të na është skara. Do me thonë, krejt që ka përgaditet të na, përgaditet në prush. Në prush? Po. Edhe i kemi do lloj tavolina, ku aty munden njerëz mu ullë rreth tavolinave, qoftë një familje ose shoqni, ku na e servojmë mishin e freskt, edhe ato gjanat për cilësi që vinë, e njerëz munden me pjek mishin vetë. A, do me thonë mujnë edhe me pjek vetë? Po. A i paguni? Ka njerë po, ja u qesim aty në Llogari. Se më ardhë edhe mi bo bukën vetë, diqysh? Po, është një farëndjenje më ndryshe. E di që është se jemi të bajgarë. Po, nuk kemi pas qef me fitu atë emnin në restoran, se na nuk dojmë me konë në restoran. Na jemi, dhe më thonë, një ashtu një fshat i vogël, me që i kemi edhe 7 terasat lojlojshme, ku se cilat teras është më ndryshe se tjetra, ku ndoshta se cilin vend ku të shkon, përjeton diçka pak më ndryshe. Do më thonë, je njëtin vend, po është një farë ndjenje më ndryshe. Edhe këtë librin që keni punu? Ky libër e kemi punu, do më thonë pak... Kjo kallëzën edhe në fillim, sa po shohën e storin e juj? Janë fotografijat, do më thonë, në fillim, gurët e parë kur jom vendos, edhe qysh kemi orë, do më thonë, të ideja, qka kemi punu. është në 3 gjuhë e shkrume? Po, shoh, po e ton ndjenjën e ma gjepjes prallore kur çdo gur kishte një qëllim. Do të thonë aty çdo gur që e prek e ka qëllim. Është gjithçka punone, a qesim që tu, a mëse qesim që tu. Po, e kemi mendu shumë herë, jemi nis edhe pri asaj, që shtash edhe ma parë, jo vetëm me ndërtu, po do me thonë se cilin send ku e kemi vendos, e kemi mendu qysh ka me konë, qysh ka dikush me përjetu këtë send këtu, qysh kanë me ndi njerëz vetën. A janë qëto çmime ta? Po, janë edhe çmime. Qaftë janë qëto që i keni shkru? Po, që ato janë çmimet. Lirë koka? Me misht juin, apo a me mishtonin? Jo, me mishtonin, na. Okej, se thash, mëse kena mi pjek vetë me s'du të mi marrë dhe mishin. Jo, ju veç keni me pagu që keni me pjek, po mishin na e qesim. Çmimet po duken shumë lirë, shumë të arsyeshme, vallaj edhe në shtëpi ju bohen.